në kohë Ramazani është mundësia më e mirë që ne, jo vetëm unë e të tjerë, kushdo që të afrohet edhe më shumë me Allahun. Nëse përpara Ramazanit ti ke qenë jo aq shumë i devotshëm, kjo është mundësia jote për të rinisur, për të mësuar, për të filluar të falesh për herë të parë, për të filluar për të lexuar Kur'anin për herë të parë, domethënë çdo gjë. Sigurisht Allahu na jep teste të ndryshme dhe ndjesia që t'jep periudha e Ramazanit është ndryshe për çdo person. Unë personalisht në fillim kur u ktheva në muslimane, jam përballur me shumë teste dhe një ndër këto ishte edhe vështirësia ime për të patur atë devotshmërinë në fillim. Më tepër çështje rutinën. Unë nuk jam njeri që i përshtatem shumë rutinës, e kam shumë të vështirë për të krijuar një rutinë për gjëra që nuk jam mësuar sigurisht. Dhe si njëri vërt, unë këtë gjë kam patur vështirë në fillim dhe mu desh shumë kohë dhe shpesh herë njeriu nuk është gjithmonë i qetë shpirtërisht. Të gjithë ndikohemi nga diçka, të gjithë ndikohemi nga përditshmëria, nga lodhja, nga ajo pamundësia dhe sidomos për nënat. Kur je nën dhe sidomos Ramazani është shumë herë më i lodhshëm. Dhe ndoshta dhe unë tani ndihem në këto momente kështu sepse